Mundet me qenë një person, duhet me qenë, është personi numër 1 në Kosovë që është gardian i kushtetutshmërisë. Dhe normalisht që duhet me qenë dikush që nëse flasim për konsensus, duhet me qenë dikush që nuk i takon partive politike, që është profesionist, që ka eksperiencë, që e kupton rolin e vetë në sistemin politik. Dhe pastaj të gjitha partitë politike dakordohen për ta përkrahur. A ka qenë gardiane shtetit Vjosa Osmani dhe a mund t'jetë prap gardiane shtetit Vjosa Osmani në herën e parë e ka votu një pjesë e LDK-s, me gjithat kanë qëndru gjithë deputetët Kanë mundësuar. Kanë mundësuar edhe quorumin, po dhe votat, disa prej deputetëve. Po, LDK-ja ka konsideru që duhet me përkra Vjosën në vitin 2021, edhe atë e ka bërë, do me thonë, e ka bërë në momentin kër e ka votu. Ajo tash e ka pas mandatin, tani jemi duke folë për zgjedhjen e presidentit dhe deri në këtë moment, për sot, nuk kemi kandidatura zyrtare. Jo, është kandidatura e zonjës Osmani. Jo, nuk është kandidatura zyrtare. Nuk është emër që e ka përmen një subjekt politik, po ajo ka ambicjet për një mandat dytë. Ambicjet janë legjitime të gjithëve dhe unë mendoj që ka shumë njerëz që kanë ambicje, ka shumë parti politike që kanë emra, sikur që edhe partia jonë ka edhe propozime emra kur të vim në atë pikë, po tani nuk është momenti që të japim vlerësime për asnjërin prej personaliteteve për aq gjatë sa nuk janë. Ne sot kemi parë edhe kandidatura vullnetarisht të paraqitura vetë, edhe ky është proces që i hap, edhe faktikisht është mirë me e lënë garën e hapun edhe me pa edhe vullnetin e njerëzve për të ngjitur në postin e presidentit, po e fundit. Kushtetuta e ka definuar që ku vendi e përcakton. Po s'pa ku duhen 30 nënshkrime, pra as Vjosa Osmani, presidenti aktuale, nuk është se kemi informacion se po mbledh vetë 30 nënshkrime, vetëvendosja nuk e ka propozuar. Nëse do vinte, ndoshta, pyetja duhet shruar kështu, nëse do vinte të kërkonte në shkrimet e juaja, a do e epnit në shkrimet? Nëse nuk e ka bërë ende, por nuk i dihet deri në mesin e javës së ardhshme dhe mund të ndodhë. Shikoni, na jemi si parti politike që bëjmë edhe një dialog të brendshëm, i kemi strukturat tona ku konsultohemi e pastaj vendosim në mënyrë të unifikuar. Për atë gjatë sa nuk kemi ardhur aty dhe nuk i kemi një parashtrim të një kërkese, mbetet vetëm kështu çështje hipotezash. Po gjithsesi ne do ta trajtojmë secilën kandidatur me vëmendje dhe duke parë edhe interesin e përgjithshëm të Kosovës dhe normalisht edhe rolin tonë si parti politike. Desha ta pyes të këtë themë, nëse më lejohet, një pyetje për zonjën Lushaku. Zoti Abdi Gjiku në kohëve të fundit ka bërë 2-3 deklarime rreth zonjës Osmani, po që nuk kanë qenë koherente krejtësisht, nuk du të ta përdor termin kontradiktore, se ndoshta nuk kanë qenë kontradiktore, po nuk kanë qenë koherente. E para ishte para ndoshta më shumë se një muaj, ose pa deklaruar në një studio televizive që Vjosa Osmani nuk është presidente e të gjithëve. Ndërkaq para 2-3 dite, to ditë tha, po citoj, sepse mos të parafrazoj, kritikat se Vjosa Osmani ka shërbyer në rend të parë interesave të vetëvendosjes nuk janë qëndrimet të LDK-s, por të individëve. Dhe pastaj shtoi edhe një pohim tjetër duke thënë se i pyetur se do thotë si do të votoj Lidhja Demokratike, do të qëndroj ose jo, do të bëj ose jo kvorumin, e tha këtë, ndoshta vendimi ynë është që t'ja lëmë secili deputet individualisht të vendos vetë. Është ky qëndrim, apo ende nuk e keni të formuluar qëndrimin definitiv në raport me zonin Osmani? Jo, ju thash për atë shkohë sa nuk ka kandidatura zyrtare, ne nuk i kemi trajtuar edhe nuk kemi marrë qëndrim se s'janë kandidaturat paraqitura zyrtaresht. E normalisht që mendimet tona dhe kritikat tona edhe për kryeministrin Kurti, po edhe për presidentën Osmani kanë qenë në kohra të ndryshme në bazë të sjelljeve që i kemi perceptuar si të tilla. Po disponim ka që për çfarë do figure që prezantohet të votoni të unifikuar si grup parlamentar, apo do t'i lihet vullneti secilit, të votoj secili siç
preferon vetë. Kjo është çështja ndoshta. Po të dyja kanë qenë të hapura dhe për gjatë historisë, edhe partitë politike nga njëherë vendosin që të unifikohen, edhe nëse shumica e ka mendimin për, normalisht që unifikimi edhe partia politike ishte dashur me qenë unike. Deri tani kemi parë një unifikim total edhe për çështje të tjera. Ne jemi 15 deputet, po pas diskutimeve, pavarësisht mendimeve, në fund kemi rezultuar me votime unike. Kështu besoj që do të shkoj edhe votimi për presidentin, po kjo kërkon dialog edhe kërkon një shoshitje të kandidaturave. E kur ke kandidaturat në tavolin, kur ke pastaj një proces të dialogimit prapa, i din kontekstin edhe i din se çfarë implikime shka, normalisht që pastaj... Kjo çështje poshtrohet sepse zoti Kurti në deklaratën e tij tha që në rast se kërkon pra ose arrin marrëveshje me ju, atëherë do duhej që të gjithë deputetët saktësisht që të gjithë qëndronin brenda në sallë. E që nën kupton se nuk e ka patur garancinë e zotit Abdi Gjiku gjatë takimit. Absolutisht. U la të kuptohet se nuk e ka marrë atë garancion që të gjithë do votojnë në mënyrë të unifikuar, andaj edhe po hapet ky debat, a do votoni si grup, apo do të keni lirin se cili ta votoj kush si doj emrin si pas preferencës. Nuk është ashtu, leximi është nëse 15 deputetët janë të mjaftueshëm për të ardhur deri aty, por ne çka mund t'ju garantojmë është se kryetari Abdi Gjiku ka të gjitha autorizimet për të diskutuar në emër të 15 deputetëve. Këtë ja kemi dhënë edhe në kuvendin e fundit që kemi mbajtur si parti, kemi autorizuar që ta përfaqësoj LDK-n, edhe s'ka asnjë zë ndryshe prej kësaj. Po kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi dialog të brendshëm rreth kandidaturave. Kjo ka me qenë një proces që ka me kalu përmes partisë sonë edhe ka me shku në një farë lloj evaluimi të brendshëm, patjetër se kjo... Çka fol këto 2 orë me që e keni autorizuar, po besoj që ju ka treguar më pastaj juve si edhe si shefi i grupit parlamentar, po edhe si antar të LDK-s, çka kanë diskutuar 2 orë Kurti edhe Abdi Gjiku. Kisha tregu, po t'kisha qenë aty, për a gjatë sa s'kom qenë aty, po ka qenë rreth presidentit edhe kjo është, do më thënë, ka qenë edhe arsyeja pse është ftu, pse kemi shku në takim edhe ka qenë gjithçka rreth zgjedhjes së presidentit. Qyre, nuk është edhe krejt e thjesht nëse takosh edhe bisedon edhe me një parti e cila ka marrë, veç e ka definu pjesët e tjera, dhe tash kemi ardhur te një pjesë ku është vërtet jetike për ne si parti, po edhe për partitë e tjera opozitare, që ky të jetë një post, një farë lloj balansi i pushteteve në Kosovë. Dhe për këtë faktikisht nuk është që ne bëjmë kompromise të lehta. Nëse është kaq etike, i bie që Osmani se ka kryer detyrën që duhet sipas vlerësimit të LDK-s gjatë këtyre 5 viteve. Se po thoni, duhet Kosovës një president që është i panshëm. I bie që Osmani pas ka qenë anshëm, apo jo? Jo. Sipas vlerësimit të LDK-s. Unë ju thash, ne kemi vlerësuar shpeshherë punën dhe vendimet e zonjës Osmani, i kemi bërë thirrje shpeshherë për panshmëri edhe për marrje të vendimeve, të cilat jo gjithmonë ose shpeshherë nuk kanë rezultuar me thirrjet tona. Por kjo ka pas të bëj me përgjegjësinë edhe llogaridhënien që ja kemi kërkuar asaj në momente të ndryshme.